E të dashur miq, nuk kemi asesi mundësi ta lëm pa diskutuar edhe një herë për festivalin Shkupjap Fest, stand-up komedia e cila u fol e u stërfol, jashtëzakonisht shumë. Ne biseduam para organizimit të këtij festivali dhe tani pse jo pas organizimit të këtij festivali të shohim se si është komentuar, por dhe si po ndjen organizatorët tani, se është interesante, gjithmonë i ftojmë organizatorët, drejtorët e festivaleve para organizimeve, por pas do të shohim se si janë emocionet edhe pas, si kanë kaluar realisht. E të ftuar kam sërisht Visaretemin, është kënaqësi të kem sërish në studio, por tash pak më i çlodhur. Faleminderit shumë, kënaqësia është e imja. Po vrej është që tani me të vërtetë pak më i çlodhur nga hera e kaluar, se herën e kaluar ishe në stres, po lëvizja mezi po priset të përfundojë biseda që të shkojë sepse e dim. Me të vërtet kalum një 2 ditë, 3 ditë të javës tepër jo të ngarkuar për tepër kanë të ngarkuara ato ditë. Ishin 23 aktorë të cilët akomodoheshin në hotele, në restoranet ndryshme, edhe po kaloi edhe kjo krizë dhe tashmë kemi filluar pak jetën normale, me thonë. Po une, me atë që e shoh se ju përgatitni për vitin e ardhshëm nuk po ndalen. Po, ajo gjithçysh, atë natë mbaron, 2 ditë pushim edhe më njerë filloj me vitin tjetër. Mund të rregoj se e përjetuat këtë edicion të festivalit. Çfarë ishte ndryshe këtë vit? Meqense të gjitha emisionet kam thonë që ky edicion do të jetë pak më i veçantë. Do të jetë, por tani tregom si ishte. Po jo si ishte, unë për veti nuk kam koment. Prej personave të cilët dulen nga festivali atë ditë, u vërejtje prej ftyrës publikut, gjithë qeshën, i faleminderoj të gjithë të cilët më kanë dërgu maile, më kanë dërgu SMS-e në për rrjetet sociale, nuk më janë nalë me faleminderime që mi kanë bë për urata që mi kanë bë për festivalin. Nuk me të vërtet ndjem shumë krenar për punën që e kemi bërë me Dion, me kolegun tim. Patjetër, ishte me të vërtet një punë e jashtëzakonshme, një festival i komentuar e i stërkomentuar. Do e flasim edhe këtë pjesë më pas. Po më tregon se ishte një moment më i veçantë ose një moment i paharuar për ju personalisht gjatë këtij festivali. Po me tregu drejtën nuk kam veçantë sepse gjithë ato 3 ditë kanë qenë ditë më të veçanta të vitit që i kam për momentin. Me tregu drejtën nuk muj me thonë se kemi pas unë i kam të gjithë kolegë, me ato është çudit të rish edhe mos të kalojsh mirë me ato kolegë, sa ato kur ti jesh në zorin më të madh, në krizën më të madhe, tjetës tonë ato të bëjnë të lumtur, të bëjnë për me qesh. Ka pas batuta, ka pas hajgare, ka pas shakoja se mbas ishmi tanë ditën në për restorane, në për intervistat ndryshme dhe mbrami mbas i mbaroni, shkonim e handim do një dark. Për të relaksuar. Pa mos naturez, besoj se keni qenë në ndonjëherë në si trueze dhe dini se çfarë muhabete bën. Ato janë muhabete të qeshuna me lot. Besoj që ato janë netët më të lodhuna se sa angazhimi. Ajo është në mas festivalit e lodhja më e madhe se gjatë ditës që e bën. Më tregon si ishte reagimi i publikut për këta dy net? Me të vërtetë, semra unë ndjem tepër i kënaqur se asnjëherë nuk ka pas që është vërejt diçka ka dalë ndonjë person prej sallës me ndonjë rol ose diçka tjetër, të gjithë dilshin të buzëqeshën, të gjithë më uronin edhe u shifte prej ftyrës time që nuk kishte asnjë përpavipje, aty më uronin prej shpirtit me thonë. Edhe të gjithë fjala e krejtëve ka qenë Visar, të lutem mos e bën një herë në vit. Bane 2 herë ose 3 herë në vit, se me të vërtet Shkupit i nevojitet një gjë e tillë. Definitivisht, Shkupit i nevojiten shumë gjëra të tilla kulturore, po kemi diskutuar në edicionin e kaluam të emisionit, po këto jemi. Më trego si përzgjohet komedianët? Si përzgjohet? Po. Pse pikërisht këto?
Po, me qenë se... E kishit para par këtë sukses? Po, me të thonë të drejtën, unë e kumë ditë se qka do t'jetë feedback i këti festivalit, me qenë se kemi përzgjedhur aktorë të cilët kanë një bagazh tepër të madh të stand-upit, të komedisë tyre, të cilët i nje nuk besoj që ka ndonjë person të cilët nuk i nje atos, me qenë se Serdej Rëdogoshin e kemi vetëm se 50 vite në për ekranet televizive, nuk ka familje që njëherë në 2 javë ose njëherë në muj nuk ka mundësi mos tani askush. Nuk has që pas e kemi pas Ilirin, Ilir Papashticën, të cilën e kemi të gjithë e njohin si longari familjes moderne, edhe aktor tepër sukses shumë i komedisë. Kemi pas Fisnik Qerkinin, cili është një udhëheci emisionit të cilët ka dhe një produkcion të ti, Kuller Frenchin, është një produkcion tepër i sukses shumë në Kosovë, e menagjon Valion Sylen, mo të gjithë e njohin, Djelza Demën, Artani Bishen, edhe mbrapa ka nejtë visare teme edhe Amdi Rashiti me organizimin e këti projektit. Që nuk shihen në publik, por që punën më të madhe kryen ata. Ta shumica e kanë ditë se kush e ka bo. Për fat të mirë. Se zakonisht nuk shihen, për fat të keq nuk shihen, por realisht duhet të shihet se nga del ky rezultat. Ju jeni ato që na jepni ju atë shkëlqimin. Neve japim, ju falemnderojmë që gjithmonë jeni transparent dhe jeni pjesë e emisioneve tona. Do t'jemi çdo herë. Edhe për ata cilët nuk kanë pas mundësi të jenë pjesë, të ndëgjojnë nga televizioni si ka kaluar festivali, ndoshta vitin e ardhshëm mbushet mendja dhe vinë për ta ndjekur. Ja, është mirë për vetveten e vet, se këtë edicion e kemi dhënë natën e dytë të teatrin Faruk Begolli të Prishtinës, edhe e kemi bërë special për shkollat e mesme që në të ardhmen nxënësit e shkollave të mesme, ato vetëm se shkojnë të urit, edhe le ta dinë se çka është Shkupjap Festi, që mos kemi nevojë për marketing për ato, se kur të del logo e Shkupjap Festit, le ta dinë se për çka bëhet fjalë. Po do bëhen 10 vite, nuk ka mundësi mos ta dinë më. 10 vite, se po bëhet një festival tradicional. Po, vetëm se ajo është bë, po tash do të fillojmë edhe të përgatitemi, me qenë se kemi arrit deri këtu, do të fillojmë të përgatitemi edhe për jubileun e festivalit. Në vitin tjetër e kemi 9 vjetorin, po për jubileun do të bëjmë diçka që me të vërtet nuk është pa deri tash në Shkup. Me pa durim po presim edhe 2 vite. Jo, tash për vitin tjetër do të jetë, besoj që do të jetë edhe vitin tjetër do të jetë një vit tepër i suksesshëm i pikë së pari njerë të jemi shnosh. E keni menduar paraprakisht? Kemi vetëm se do t'jenë 2 aktorë të cilët nuk kanë qenë prej edicionit parë deri tash në asnjë edicion nuk kanë qenë. Ato janë, do t'i shpalosim nëpërmjet rrjeteve sociale, ato që do t'i bëjnë videot e tyre. Po, me qenë se edhe 2 vite është jubileu i festivalit, atër seriozisht do të mendojmë që festivalin të bëjmë 3 natë, edhe të bëjmë në 3 gjuhë festivalin. Do t'jetë në gjuhën Shqipen, gjuhën Turke dhe në gjuhën Macedone. Është interesante me të vërtet, të bëhet në 3 gjuhë. Vetëm se kemi fillu të komunikojmë me producent në ndryshëm. Festivali do t'jetë prej vitit jubilar atër, do t'jetë çdo herë që do të mbahet nga 3 ditë. Është mrekullueshme ky lajm. Do t'jetë në gjuhën Shqipe, në gjuhën Macedone dhe në gjuhën Turke. Është mrekullueshme me të vërtetë dhe çka tjetër mund të them post ju urojmë suksese. Faleminderit shumë. Edhe në kështu mënyrë t'ju ndihmojmë. Faleminderit shumë, faleminderit nga ana juaj. Më trego se si ka qenë bashkëpunimi me komedianët. Komedianët, me qenë se nuk ka pas serial që nuk kam luajtur me kolegët të cilët kanë qenë aty. Me ato mirë me vesh me vetëm me 2 fjalë. Do të vini, po vim, edhe aq. Pastaj me punën e kostove, ajo mbjet sekrete edhe se festivali Shkupjap Fest me të vërtet këtë edicion ka qenë edhe
edhe financiarisht edicioni më i kushtuar deri më tash, po kemi dalë faqebardh me Dion, me kolegun tim. Okej. Cilat kanë qenë disa nga sfidat kryesore që jeni përballur gjatë këtij edicioni? Nuk ka pas sfida. Faleminderit prej gjithë sponsorëve, të cilët atë çka e kanë thonë ata dhe e kanë realizuar. Po jam tepër i kënaqur që nesërmit kam pas telefonata prej gjithë sponsorëve, edhe na kanë thonë që gjë që mua më ka mbush ai sen, vesar atë sen që na i ke thonë, na i ke reklamu firmat edhe nga 20-30% më shumë. Okej. Atë kum pas atë hapsin edhe e kum dhanë. Me qenë se është interesi dy anëshëm për festivalin, kështu që do të mendojmë edhe për viteve tjera. Patjetër. Më trego se çfarë mesazhi merr festivalin nga publiku dhe mediat këtë vit? Deri më tash, unë jam tepër i kënaqur me komentet që mi kanë dhënë televizionet, të cilët janë fol për festivalin tim, në për lajmet cilët është dhënë festivali, dhe semra është pak i çuditshme se Teatri Popullor Maqedonas i nxen 733 persona, kurse natën e parë më janë dhënë mu 720 bileta, të cilët 13 persona kanë munguar, vetëm 13 karike kanë qenë të lira, dhe çka është më e mirë atë mirës, e disa persona kanë munguar. Deri në atë perfekcion ka qenë festivali i organizuar. Nuk është normale 720 njerëz t'ju pëlqen. Ka pas disa reagime për feminizëm, po... Çfarë reagime? Po ka pas reagime për aktorët të stand-upit, pse janë tallë me vajzat, pa jo është loja stand-upit. Me qenë se edhe një femën ta kishte bërë një stand-up për djalë, besoj që edhe ai sen ishte mirë prit. Po kalues është edhe kjo. Këta reagime, këto komente, nga kush mendoni që erdhën? Nga kush? Nga personat të cilët e kanë bërë din ato mas mirë. A mendon që këta do vinë sërish vitin e ardhshëm? Ato, personat e parë janë që do t'i blin biletat. Ato janë personat e parë, po me tregu të drejtën, kjo është edicioni i parë, të cilën kam fillu momentin që kemi firmos kontratën me Teatrin Popullor Maqedonas, kemi pas, unë edhe Dio, kemi pas vetëm 80 bileta që kemi mundu t'i japim gratisa. Edhe ato kanë qenë të firmave, personat të cilët janë sponsoruar në festivalin ton, po edhe ju jap fjallën që asnjëherë më festivali Shkup Fest nuk do t'jep bilet falës. Me qenë se edhe ma kanë bërë shumë qefin publiku i Shkupit, që nuk ka lyp bileta gratise, kanë dasht me ndihmu festivalin, po të paktët ato personat cilët kanë marrë gratisa, ato e kanë qesh festivalin. Atë du të tham haptas atë sen, kështu që ta këshin pagujt, besoj që ju kështë qesh pak ma shumë me aktorët të cilët kanë performu në stand-up. Okej, është interesante kjo. Po jo interesante, 100% më interesante ajo do t'jetë. Që në kupton vitin e ardhshëm nuk ka bileta free, as për ata që do të ndihmojnë, do të kontribuojnë. Jo, do të kontribuojnë, ato që do të kontribuojnë, po. Okej. Po vetëm, a ka mundsi një bilet se ka hasë, edhe asi, okej, merë një bilet, nuk është problem. Atimve personave, ato personat më nuk do të hasin bileta gratis atë morin, atë garantoj me jetë. Do më thënë, ju vetëm se i dini ata persona, është kjo? Po si nuk i dimi, se më. Okej, ata persona janë në listë, do më thënë, ata që e keni komentuar, nuk keni bileta falës për vitin e ardhshëm. Po ta shohim tash. Temat e festivalit, janë përgjetur nga vetë komedianët, ose keni përgjetur? Nësë asnjë festival nuk të përgjedh temat e stand-upit që ti bësh. Ka festival stand-upit ka në Turqi, edhe në Ish Jugosllavin ka vetëm në Sloveni.
Ato, asnjëherë festival nuk të jep ty pa të tërsueshme këtë temë ta bësh. Festivali Shkupja Festi, ajo mua më kënaqen publiku që kanë filluar të vinë edhe persona tri. Po stand-upi logjikisht do duhesh me di që është plus 18 vjet. Po. Nuk mundesh me marrë fëmijë me vete. Ti që do me marrë fëmijë, ajo puna jote është, ajo është e drejta jote, po stand-upi nuk patjetër e ka të pështon ndonjë batut pak që nuk është e lakmueshme nëpër teatro, po kjo është stand-upi, kjo është zhandri i stand-upit. Tallje, në Amerikë ka tallje që tallën gratë me burrat e vet, burrat me gratë e veta. Po, me qenë se edhe kemi thonë, kam filluar, ndoshta edhe nuk kemi arrit deri atëherë për ta kuptuar stand-upin, po avash me kalimin e kohës do të vinë që thonë do të vijë ato kockat në vendin e vetë. Okej. Më tregoj, mendon se festivali ka ndikuar në zhvillimin e stand-up komedisë në rajon? Po, me të vërtet, prej momentit që kemi filluar të bëjmë stand-up, nuk ka kolegë që nuk ka dëshirë, që ka të paktën pak prirje për komedi, që në thotë, Visar ka shansa që vitin tjetër do të konkurrojë në festival. Du që të marrë pjesë në Shkupja Fest. Mendoni që do të ketë ndonjë turne, edicion special ose projekt pasues që vjen si vazhdim e festivalit? Jo. Po edhe këtë sen mi ja marrë Shkupit, besoj që nuk ja vlen. S'ka nevoj për të bërë turne. Shkupja Fest le tjetë vetëm festivali i Shkupja. Kanë fillu dhe qytetet tjera të bëjnë stand-up. Kanë fillu, po jam tepër i lumtur se Shkupja Festi është festivali i parë që ka fillu në trojet shqiptare. Në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni është i pari festival është Shkupja Festi. Tash kemi festivalit stand-upit, kemi edhe në Tetov, kemi në Gjilan, kemi në Prishtinë, kemi në Preshef, tani do të bëhet edicioni i parë në muajin maj. Po jam tepër i lumtur që kemi fillu, ne jemi të parë që... Po, dhe jeni motivues edhe për qytetet e tjera, vendet e tjera të kene stand-up komedi festivalit të tilla. Organizatorët e festivalit, të cilët organizojnë festivalit të stand-upeve, atë jam i bindur që kanë marrë motivimin të na, kanë pasë organizimi se si bëhet, e kanë pasë çfarë feedback-i mundën me pasë për publikut, edhe kanë filluar që të fillojnë edicionet e tyre. Okej, ju urojmë sukses edhe atyre. Ju uroj, për edhe nëse ka diçka, lirisht le të thirrni në telefon për të ndihmë. Okej, domethënë mesazhi është i gatshëm edhe për gjithë ata që duan që të konsultohen rreth organizimit, është i hapur për bashkëpunimet të tilla. Patjetër, edhe atë me gjithë dëshirë. Visar, më tregonte një ngjarje interesante gazmore në prapaskenat që ka ndodhur gjatë realizimit të këtij festivali. Me të vërtetë, semra të thash edhe pak më parë, nuk kemi pas asi sene, me qenë se kemi qenë të mbyllur me Diu në tangon, Diu ka qenë në organizimin e dritave, të zërimit, unë kam qenë këti, a është këtë gjithçka në rregull, nuk kam hasë që të kontaktoj me kolegët, edhe me qenë se di edhe vetë në brapa skenës, kur t'jam do një pjesë teatrale, nuk diskutojmë dhe nuk bisedojmë për të mos dekoncentruar nga pjesa, që duhen të gjithë aktorët të jenë të koncentruar në atë, edhe nuk është mirë edhe për ti ndërhy. Më trego, para se të realizosh edhe këtë edicion, ke pasur një moment që ke thonë nuk ja vlen të lodhem kaq shumë, edhe pas festivalit e ke ndruar? Jo, në asnjë edicion nuk ka pas këtë sen. Në asnjë edicion këtë sen, se edicioni për edicionit ka pas tepër dallimet mëdha. Kemi pas në ramje vetëm në kohën e Covidit kur ka qenë. Kemi pas 2 edicionet të cilët kemi marrë në MKC. Shkupja Festin ka qenë nga 25-30 veta publik, po atëherë ka qenë, ashtu kanë qenë masat. Është dashur patjetër për të mos të ketë shumë publik, po vetëm mos ta hup kontinuitetin e festivalit e kemi mbajtur.
Me qenë se edhe me ato 25 vite kemi qenë tepër të kënaqur, çka e kemi bërë festivalin edhe nuk besoj që se nuk është një festival që shumë kushton, edhe është festival që vetëm ta kenë vullnetin 2-3 firma realizohet ky projekt. Okej, do me thënë është... Edhe nuk ja vlen për të ndalë, edhe me plot goja tham, le të bashkohen kolegët ndaj këtij festivalit që ti bëjmë forcat se për çdo person që afrohet për ta ndihmuar festivalin mundet me gjetë vetveten e vet në atë festival, gjatë që të mburemi aktorët e Shkupit që e kemi këtë festival. Po më trego kolegat e vendit tonë? Jam tepër i kënaqur prej kolegëve të teatrit, për krahjen maksimale që më kanë dhënë, një send që kum bë share në rrjetet sociale, të partë brenda 10 minutave kanë qenë gjithë kolegët. Dhe mendoj që kjo është gjëja më e bukur e fundit ditës. Kjo është pasuria më e madhe që e ke. Kur ke për krahjen e kolegove. Nuk ka pas nevojë asnjëherë njërit më i thonë të lutem shpërndaje këtë video ose këtë poster. Momentin që e kum shpërndon brenda 10 minutave kanë qenë afër 80% teatrit të kam përhap lajmin. Definitivisht, në këtë rast unë ndjeva shumë e lumtur për faktin që... I faleminderoj të gjithë edhe të gjithë... Jeni me fat në këtë rast? Me të vërtet po. Në të vërtet po dhe jam haptas nëpërmjet ekraneve, i faleminderoj të gjithë edhe kam respekt veçantë për gjithë kolegët e mi. A familja jyte? Familja ime është... A thanë që ja vleti për ato ditë, ato net pa gjumë në shtëpi? Prej edicionit të parë, personat të parë kanë qenë që më kanë dhënë përkrahje familja ime, bashkëshortja ime. Asnjëherë nuk ka ditë që të më thotë pse jetë e bë këtë, jetë na lanë familjen pak ma anësh. Kam përkrahje për atime, për edhe kur ti shif që e ki përkrahjen për atime dhe të jep edhe një farë motivimi edhe pak ma të madh për të bërë sene, jo vetëm këtë edhe për të bërë dhe sene tjera. Definitivist. Vysar, ishte me të vërtet kënaqësi të kemë sërish në studio, edhe që biseduam edhe për post-festumin e këtij festivali. Neve ju urojmë suksese gjithmonë edhe shpresojmë që viti i ardhshëm të jetë edhe më i suksesshëm se ky vit. Semra, faleminderit shumë prej nga ana e juaj dhe do të më keni në emision për çdo herë çka ju nevojitëm. Gjithmonë, edhe emisioni jonë gjithmonë i ka dyert të hapura për njerëz që me të vërtet janë të angazhuar për të realizuar aktivitete të tilla që vendi tonë ka nevojë për gjëra të tilla. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës. Neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish në studio.